Kjo ishte Shqipëria e viteve 80. Udhëheci I shqiptarëve të asoj kohe Enver Hoxha, megjithse kishte krijuar një diktaturë të çmendur në vendin e tij, ishte I vetmi personalitet I cili përkrahu demonstratat e vitit 81. Mirëpo me vdekjen e diktatorit Enver Hoxha, Shqipëria dal nga dal po ndryshonte. Zbashku me te, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në gjithë bllokun e lindjes po vdiste komunizmi. Shqiptarët, ashtu sikurse edhe popujt tjerë në bllokun e lindjes, ishin ngritur në protesta dhe demonstrata kundër diktaturës komuniste të Enver Hoxhës. Rrëzimi I bustit të Enver Hoxhës në mes të Tiranës kishte pasur një ndikim të jashtëzakonshëm edhe te Indrit Caraj, që në atë kohë ishte oficer në shkollën e bashkuar Enver Hoxha. Ramiz Alia qëndronte përpara dilemës në mes demokracisë dhe vazhdimit të diktaturës. Mirëpo Indriti dhe shokët e tij ushtarak nuk kishin më asnjë dilemë. Ata kishin kundërshtuar në mënyrë kategorike që të merrnin pjesë në shurjen e protestave dhe demonstratave të studentëve në qytetin Studenti të dhjetorit vitit 1990. Dhe më në fund Indriti, me mira e mira shqiptar po largohej drejt Italisë. Pamjet rrënqese të ikjes së mira e refugjatëve e kishin tronditur mbar botën demokratike. Dhe Indriti, pas 2 viteve qëndrim në Itali, së bashku me vllajën e tij vendoset në njërin nga qendrat më të mëdha të botës, në Londër. Atje, ai përmes tingujve të gitares, çmallej me mallin e tij për Shqipërinë, për Kosovën dhe të gjitha trojet shqiptare. Kush mendonte se ai një ditë do ta lindte jetën e tij të bukur në këto varka të Londrës dhe do të kthehej për të vdekur në Kosovë si ushtar I ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndoshta në mendjen e tij e kishte gitaren e Jusuf Gërvallës. Edhe Jusufi e donte këtë gitarë, edhe ai ishte vrarë nga forcat e shërbimit sekret serb për Kosovën. Por Indriti së bashku me shokët e tij do të kthehej pas 8 viteve për të qëndruar vetëm një natë në familjen e tij në Kavaj, që më në fund të hynte në Kosovë. Thash gjaku në Kosovë, Kockë në Shqipëri. Që në vitin 1875, gjyshi I gjyshit është vrarë në luftën në Kosovë për mbrojtjen e trojave shqiptare. Ashtu siç është dhe ai patrioti Dervish Cara, që ka qenë një nga pjesëtarët e lidhjes Prizrenit, tash nga Peja. Gjyshi im, ose stërgjyshi I Indritit, ka ngritur flamurin Kavaj 912, është ai që ka shoqëruar dhe Ismail Qemalin për ngritjen e flamurit 912 në Vlorë. Përkrahja e popullit, muj me thonë se sot është në nivel duhur, sa që edhe populata është deklaruar që bazë dhe istikame janë fshatat tona,
edhe i madhe vogël ushtajën me ne. Indriti është përgjigj thirrjes së shtabit përgjithshëm, kur i bëri thirrje gjithë rinjës dhe popullit kosovar për të marrë pjesë në luftimet për të shtyrua Kosovën një herë mirë nga invazioni serboslav. Në konkluzjat e konferencës Londrës ju bë thirrje që të mos e ndihmoj ushtrinë. Është kjo ndihmë kaq e madhe nga migracioni shqiptar që jepet ushtrisë çlirimtare? Po. Ndihma është e madhe qoftë në jetë materiale, qoftë edhe në forma tjera të ndihmës që jepet. Mund të them që ne do t'i befasojmë të gjithë. Me çka konkretisht? Me aksionet tona dhe me sulmet tona që do t'i organizojmë dhe me cilësinë e armatimit që do t'a kemi në përdorim. Çështja e Kosovës nuk mund të zgjidhet me mjete politike. Çështja e Kosovës do të zgjidhet me mjete ushtarake. Dhe këtë shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje qendrave ndërkombëtare të vendosjes, në veçanti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që mos të hezitojnë dhe mos të mashtrohen me deklaratat boshe të qeverisë së Miloševićit, po të angazhohen drejt për së drejti edhe me mjete ushtarake që ta largojnë pushtuesin nga Kosova. Dhe vetëm 3 ditë pas luftës heroike të Adem Jasharit dhe familjes së Jasharajve në prekaz të Drenicës, grupi i kontaktit në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte mbledhur urgjentisht në Londër. Dërsa Indrit Cara së bashku me shokët e tij kishin organizuar një demonstratë madhështore ku merrnin pjesë shqiptarë nga gjithë Evropa. Të gjithë shqiptarët në Britaninë e Madhe kanë ardhur sot për të solidarizuar me vëllezërit dhe motrat e tyre, të cilët janë duke u masakruar nga çetnikët serb. Ne jemi të shumë të emocionuar për gjendjen e cila është momentalisht e cila zhvillohet në Kosovë. Jemi të gatshëm në çdo aspekt, ju ndihmojmë atyne, në rast lufte do t'ju bashkangjitemi të gjitha. Gjithë shqiptarët në Britaninë të Madhe janë të gatshëm që të vinë në ndihmë shqiptarëve në Kosovë dhe sot jemi mbledhur këtu që të tregojmë se ne jemi bashkë me ta, edhe pse fizikisht jo, ne shpirtërisht jemi me popullin e Kosovës. Po nëse është nevoja, qeveria e Kosovës mund të na thret, edhe të gjithë shqiptarët kudo që janë në anë kënd botës mund të kthehen edhe të ndihmojnë vëllezërit e tyre në Kosovë. Jemi me Drenicën edhe jemi të gjithë për Drenicën. Jam shumë e pikëlluar kur shoh se çka po ndodh në Kosovë. Prandaj gjitha femrat shqiptare jemi të gatshme që të bëjmë çka do që pritet prej neve, që të ndihmojmë Kosovës. Përkraja është e përgjithshme gjithë popullore që japet ushtrisë shërimtare të Kosovës, sepse ne të gjithë mendojmë që jemi ushtri shërimtare për Kosovën, ne nuk jemi terrorista. Unë jam shqiptar i Shqipërisë dhe do ta kem për nder, edhe familja ime do ta ketë për nder, që një ditë trupi im i vdekur të jetë i mbuluar me këtë flamur Kosovën e lirë. Jemi gati të japim jetën. Për të parë Indritin kem taku ka qenë përvjetori i vrasjes së Afrim Xhetis dhe Fari Fazliut. Dhe ne si këshill i rrethit të LPK-s kemi organizuar një mbrëmje poetike me titull Të paepurit, dhe ku pas asaj do të ishte edhe fillimi i shfaqjes së LPK-s edhe në Londër, domethënë aktiviteteve të LPK-s haptas, edhe pas asaj mbledhjes atij tubimi do të vjen Indrit Cara, prezantohet si një i Shqipërisë, do të një student, ashtu prezantohet atëherë dhe mandej fillon kontaktet. Dhe që nga i moment do të ndoshta edhe mas një muaj ditë jemi taku herën e dytë, mandej nuk jemi do kurrë. Me Indrit Carën për herë të parë na taku në zyret e Pleurotit, u konë një parafërsisht sa u konë një muaj para se më këthy qatë ditën kur i na këthy për Tiranë. Për herë të parë me fatuenin Malinin e Zatit të Pleurotit, në zyret e Pleurotit, më kur jena shku me marrë teshat e do pjesë që
kena pas me më me vete kënjena në Kosovë me pru, edhe me ndritën ato e 28. Dhe që tu tani në ka hanë plerat, në ka tregu që na e në një grupë që kena më këthi bashkë në Kosovë. E ka vendosë edhe do më hanë, po më thëtë më qështu të më këthi, edhe atëherë, okej, pranova edhe one, edhe do më hanë së pari herë, kur jem takua me indritin, ajo ka qenë më që shtregoj edhe Halili, edhe atëherë që atu ka insistu, kur e po që e ndriti, do më hanë një djali i ri nga Shqipëria, po vendosë më këthyje në Kosovë, me luftue, atëherë kë ka insistu edhe ma shumë, pse na mos këthejhëm, pse dhe na mos këthejhëm, qërë kjo për Shqipëris po vjen, e ne të po presëm, edhe atëherë ma që atu veç u vendosë edhe ma. Dhe në Londër kishim shkuar për ta promovuar filmin për komandantin legjendar Adem Jasharin. Aty e takuam edhe Indret Carajn. Kur kemi shku në shfaqjen e filmit në Londër, do të thotë pak para asaj është dashur të takohem me atashen amerikan në Londër, e cila ishte në kontakt të përditshëm me ne në atë kohë, dhe Indriti ishte me mua. Dhe shumë pas asaj që u takuam me atashen ushtarakët, përkundër që do të atashe ushtarak në Amerikan në ambasadën e Londrës, pa thënë se mund ta di se kush ka qenë ky njeri për cilin shfaqet filmi. Do të thotë ajo dini shumë më mirë, dhe Indriti tha, drejto me këto, besoj se do ta merr një vesh vetëm për disa çaste të pjesës së filmit dokumentar, dhe besoj që mas kësaj do të kërkoj nga ju që të më tregon se kush ka qenë atë mashar, do të thotë kjo drejtohet vetëm nga Indriti. Dhe në vërtet ashtu ishte. Indriti, për Indritin një Adem Jashar, një Zahir Pajezit, një çdo luftar që paraqite, çdo vrasje një luftar ishte një dhëmbje e madhe, por njëkohësisht do të ishte një ngritje vendosmërisë që Indriti patjetër të shkojë. Dhe pas filmit të Adem Jasharit dhe pamjeve rëndësishme që çdo ditë transmetoheshin përmes televizionit BBC dhe stacioneve të tjera perëndimore, Indret Cara së bashku me shokët e tij u nis për në aeroportin Heathrow të Londrës. Shqipëri na ardhë, do më thonë, në njërë të organizume, prej Londrës me aeroplan. Atje do të takonte një njeri me emrin Alfred Mojsiu, i cili me vonë do të bëhej presidenti i Shqipërisë. Në Londër, në Angli, isha bashkë me dy antarë të kryesisë të shoqatës shqiptare të Atlantikut, zotin Alian Starova dhe zotin Egim Binaj, edhe ishim në aeroportin e Londrës duke pritur radhën për të hipur në avion në orari, Heathrow. Dhe dëgjojmë mrapa që flitet shqip. Kthejmë kokën dhe shohim 3 djemë të ri. Dhe na bëri përshtypje, ishin me këpuc, me qafa, që përngjashtë me këpuc të ushtrisë. Edhe kthejmë dhe pys, dhe mordjem nga jeni, njeri nga ta më thëtë unë jam nga Kavaja, thëtë. Sa da dy tjetë ishin Kosovarë. Po, ku po shkoni? Po shkojmë me leje për në shpisë, për të kur fajnë. Sa kej, thash, ati ish nga Kavaja këtu, po kam tha rreth 7-8 vjetë. Dhe në kishë ku që nga vitin e të një atje. Ku ke qenë? Kam qenë, tha, në student në shkollën e ushtarake në Tiranë, edhe me ngjarjet e ndërtës i ka nga shkolla dhe dola emigrant. Ku banon, fillova ta pyes domethënë cilës familje je, se unë jam vetë nga Kavaja dhe pavarësisht se baba im, cili ka qenë ushtarak, ka lëvizur shumë
edhe oficerët në kodë zohu divizin e zakonisht shumë, nga çdo vit transferoheshin, por gjatë kohës së pushimeve verore, ne shkojmë rrim aty dhe ndajet e mi, domethënë nga i muaj afërsisht. Kështu që unë kisha miqësi në shoqërinë time dhe veçanërisht nga viti 66 deri në 71, kam qenë dakord në brigadën në Kavaj, kështu i njihja. Më thotë jam nga Carat. Edhe bëm disa biseda të ndryshme, jo po si po shkoni, edhe kaq. Ata nuk nga thënë fare se ku po shkojnë, me thënë drejtën neve në atë rogë dhe mëndë si thash në këdim qeshtja e këpuzve. Edhe në shkoj, që këtë përmendit që këta ishin që përgatitëshin për të shkuar dhe më thënë në formacionet luftrake në Kosovë. Në Shqipëri, në aeroportin e Rinosit, në kam prit Ramir Zladruvci me shokët vetë. Plevraci diju më morën telefon edhe më tha se janë nisë një grup i 4 djemsh shumë të fort dhe dosh me dalë me i prit. Une me që isha atëherë përgjes për mobilizimin në Tiranë, nga shtabi isha vendos, isha emru nga shtabi përgjeshëm i uqykës, e kisha edhe ekipin tem, cilin e që isha në pika caktume ku vinin njerëzit për të mobilizu, u detyrova që të dalë vetë edhe t'i presë. Unë i prita këta 4 djemë, mesin e cilvesht edhe një djallë nga Shqipëria. Indriti nuk ka qenë 7 vite në Shqipëri. Edhe është për të habit, qysh Indriti vetëm një natë shkoj të familja. Ato ndohet për neve, a ditë që kemë mbrinë në Shqipëri, edhe thëtë po shkoj të familja. Edhe kur nesi të këthyjë, dikun ato ka hora 2, po këthejet. Indriti, dhe për thëmë qysh, dhe vetëm një natë. Po qka u theja familjes, po i bojmë pyetjen, tha u thash që une do të shkoj me një grup gazetarë në Macedoni. Nuk i ka të reguat të më familjes. Edhe për atë kohë, sa kemi nejtë në Shqipëri, dikun, nuk jam fort të sigur, dikun një muaj e gjys, Indriti asë një ditë mon nuk ka shku të familja me vizitua. Edhe familja ti nuk e kanë ditë se çka. Me gjithë shokët kanë shku, kanë hangër darkë, kanë mbet, kanë qesh të familja tyre dhe në të vërtet ata kanë ditë se Indriti ka ardhur që të përkthej për disa gazetarë në zonat kufitare të luftës, do thotë në verimin e Shqipërisë dhe asgjë më tepër. U mlodhën gjithë si ishte malli madh dhe i ka qenë i hodh shumë madh gjithëve. Edhe kaq ishte edhe i lodhën rruga. Edhe thashëm të flesh ti Indrita. Po tha po flejmë. Në 5-6 gjysmë gja iku, po mes njerëzit gjithë garrum këtu. Po edhe këta fqinjet këto si këtu ina 3 në të ardhën këto, se kena pas pallatin më përpara. Edhe këta tjerët, a i tha ishte Angel, tha, që nuk e njifshin ata, për shembull ishin ta fqinjit këtu, ishte Angel. Jo, me thash si, jo, ishte Angel, ta lash Zoti, tha, ishte Angel. Du të them që kështu e kishte, a ishte zemër madh shumë. Kur marrin telefon, mam, tha, po shif që po bëhet, që bëhet me mam? Tha, po, Kosova u dojq, tha, nanat kosovare, tha, vajzat kosovare, që po bëhet atje, kështu me të madhe, bërtiti ky. Po që kami, mam, tha shumë. Tha, kështu, tha, nuk shif një gjohë ju atje? Herë kishim drita, herë s'kishim drita, ne i shofim, thash, po qërë bëjmë bovë të Zoti, thash, s'kina qërë bëjmë. E kishi gjohë shumë, ma shumë. Motrat kosovare, nanat kosovare, që pa bëhat mam, kështu. Këta më ka thonë 2 herë, pastaj nuk unë nima, nuk. Ju babi kini ju, edhe kini pa në televizor shpesh herë, për masakrat serbe, taj vlezë dhe motrave të kosovare që është duke bë. Për nëj, amanet alaj, pides edhe, mu edhe nanës i dhate, që kur të vinë këte në Shqipëri vlezit nga Kosovë dhe motrat, me shtë mundin, ti një moni, edhe të porosi neve, me sa kina pas mundin tonë, neve i kina një mundin. Pavarësisht se në nodhe një ti qka, që nodhe momenti i ndritit, se kështu që aja periuda, po unë shpesher, disa kosovarë jam mundu t'i strehojnë për familjet ndryshme, qytetaret Kavajës, ose kina pas raste që një mojmë i të qojmë diçka kur ishin atje në një fushim për qëndrimi, kur ishin në ndosë, i qojmë
që i thonë duhan, gjana ushqimare, në diçka kështu, si mos mundësive tona rrethanore. Gjatë luftës, atë ka thirrë prej Kosovës në telefon ndonjëherë? Jo, në Kosovë jo, ka qenë në Maqedoni atëherë, kur tha ina këtu, po do të marrë po prapë, kishte marrë ke motra ime, unë ne s'kishim telefon atëherë. Edhe motra ime kishte thonë, aman i ndrit, kishte thonë, se mami janë merak, kishte thonë, fol me mamin, ke fqinja, pastaj 5 minuta. Mam tha, këtu tha s'paska, tha, s'ke ka ku me komuniku, tha, nuk paska, tha, as telefon, as gjo, tha, kom ardhë këshu, tha, edhe se kom një gjumë, zani. Dhe ishte koha kur e tërë bashkësia ndërkombëtare e kishte vend përpara një presioni të hekurt shtetin shqiptar në mënyrë që ushtria çlirimtare e Kosovës të mos furnizohej me armë. Bashkësia ndërkombëtare po kontrollonte pothuajse në tërësi kufirin në mes Shqipërisë dhe Kosovës. Një pjesë e djemve tanë vriteshin në kufirin në mes Shqipërisë dhe Kosovës, siç ishte rasti i Ilir Konushevcit. Mirë po kishte të tjerë që arrestoheshin nga vetë policia e shtetit shqiptar në mënyrë që të pengoheshin e të mos hynin në territorin e Kosovës. Kjo fatkeqësi i ndodhi edhe vetë Indrit Cares, i cili ishte arrestuar në Kuks nga policia e shtetit dhe ishte mbajtur plot 48 orë në burgun e Tiranës. Gjatë kontaktit me leprorin Kavaja, më ka rrefy shumë sene edhe gjatë rrugës të mundshme që kishte bën pi Londrës për me ardhur pikërisht në luftë në Kosovë. Ai gjatë ardhes nga Tirana në Kuks për të futën në Kosovë, në kufirin shqiptar, kishte hasën në prit. Me disa shokë që ishte me ta Fatoni, Halili dhe Ismaili. Edhe disa tjerë që nuk mojtë dhe ta në të tyre. Ishin anë prit edhe ishin këty prapë në Kuks. Me të këty në Kuks, policia shqiptare e arreston. Ai lirohet vetëm pas ndërhyrjes së ambasadorit shqiptar në Londër, zotit Zef Mazi. Por i ndriti përsëri i amsyn Kosovës. Krerë të lartë të shtetit shqiptar hezitonin që ta furnizonin ushtrinë çlirimtare të Kosovës me armë, kishte të tjerë që merreshin me këtë punë. Ne armë, është e vërteta që kemi shit armë. Kemi shit armë në Greqi, në Itali dhe në Maqedoni. Dëshirë kemi që të shesim, se kjo është puna jonë, që të shesim armë, të fitojmë diçka. Po shteti shqiptar nuk na lejon, shteti, kështu që është shumë e pamundur të kalohet te kufirin me Jugosllavin. Më vjen keq të flas për Shqipërinë, por jemi shumë të zhgënjur nga shteti shqiptar. Kur sot kam ardhur në varrimin e shokut i cili është dhrar, ka rënë prit afër kufinit. Dhe është e pamundshme të kalojmë kufirin andej nga shteti shqiptar. Është e tmerrshme me thanë ku kanë kalu. Majet e Dobërdolit, Kajshin e Vujkit, Silbicën e tmerrshme me 2 metra bol. Dhe kishin ra. Kishin ra dhe sot këtu. Po veshen, po rregullohen, që të shkojnë e të fluturojnë, mjas shka të zi, që po na shqetëson, që po na cënon vatrat tona. Kishte intelektual të rangut të shkrimtarit ton të madh Ismail Kadares, i cili po jepte mbështetje të plot delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambujës dhe gjithashtu publikisht kishte dalë në mbështetje të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më kujtohet gjatë bisedimeve në Rambuje, kur delegacioni i Kosovës refuzonte të nënshkruante marrëveshjen e Rambujës, unë zbashku me Shajn Kadaren, vllajën e juaj, ju kemi marrë në telefon nga Stockholmi për t'ju propozu që të takoheshit me kryetarin e delegacionit me Hashim Thaçin. Ka qenë kështu apo jo? Po, për të kuptuar, dua unë të takojmë apo jo? Po. Cili ka qenë roli juaj, me sa e dim, këta kanë ardhur vonë, çka bisedut në atë takim? Ishte
2 orë përpara se të në shkruaj marrëveshja, mos gaboj. Domethënë ishte natë në vonë, afër mesnatës. Kanë ardhur në shtëpi, kanë marrë në telefon, a mund të vini, i prita me kënaqësi, kanë ardhur një grup. Ishte Ashim Thaçi, Ram Buja, mos gaboj, Jakub Krasniqi ndoshta, nuk e. Ka ardhur një shoqëruese e tyre. I kam në ditarin tim të Kosovës i kam shnuar me radhë. Dhe kanë shtruar këtë problem, absolutisht kjo, domethënë çdo bëhet dilema e tyre tash se mos po trysnia nga Kosova mos po e quajnë tradhtar. Fakt unë diskutova vetëm për vetëm me farkohe me Ashimin, pastaj edhe me 3 tjerët. Thash hiqeni nga mendja për mendimin tim këtë gjë. Askush nuk mund t'i akuzojë juve për të lëkundje domethënë. Po bën lëshim ose jo, kishin një farë të drejtë, ju duke sikur po thyenin një porosi. Po thyenin një amanet që kishin dhënë. Kur fare amanet. Ai më bëri pyetje. Për shembull ju do na përkrahnit publikisht po ta bëni? Absolutisht. Që tash doni të bëj një që në mëngjes tash. Mua më pëlqeu shumë kjo gjë që përfaqësuesit se këta ishin kryesisht të UÇK-s vinë dhe kërkojnë mendimin e një shkrimtari. Mu duk nga ana parimore me çdo intelektual që të ndodhte. Më dukej një gjë shumë e mirë që të ndodhte me një popull tjetër që van ta zëm një organizat rebele e Irlandës dhe të konsultojë me një shkrimtar, me një muzikant, me një filozof. Është një gjë shumë prekse. Tregon që populli shqiptar, domethënë ka në thellësi të ndërgjegjes vet ka gjithmonë një respekt për kulturën, për humanizmin. Dhe më pëlqeu nga kjo anë, edhe vërtet thashëm këta njerëz vërtet janë gjë sigurt për Kosovën me këtë mendje. Kanë ikur dhe me gëzim dëgjova që marrëveshja ishte nënshkruar dhe të nesme u bë darka triumfale në ambasadën shqiptare që mori fund kjo histori. Ja kështu ka qenë. Ishte ditët e marsit ishin bisedimet që ndodheshin në Rambujë. Pritshim apo merret apo s'po merret vendimi për bombardimin e forcave serbe në atë kohë. Ne diskutuam gjatë me to. Ai tha mos pritni shumë nga bombardimet e natës, se tash është verri tamam edhe lufta me forcat serbe. Ne do të kemë ballafaqime jashtëzakonisht forta me ta se në shenjë hakmarrje ata do të merren me civil. E ndrit, çka din më na shpjegu ti për çdo luftime që po zhvillohen këtu? Mu përgjigj shumë interesant. Po më duket tash që po bën veprimin e gabuar. Tash po, pse sipas teje? Arsyeja është këtu. Na ata janë pozicionuar. Forcat serbe po na granatojnë, po na gjujnë, edhe na po rrim pozicione. Pi presim kur lëvizin komisor për mi parandalu. E çka duhet sipas teje për me marrë një veprim na në kontrin ushtarak që neve na jep përparësi. Është ta pak e rrezikshme, po megjithatë tha unë mendoj që për mi diskreditu, për mi çrregullu, për mi orientu ata, na tha duhet natën më hin në pozicione, tha dhe mi ushtin lemerin në barë. Edhe unë u ktheva dhe peksyri me një kurreshtje të jashtëzakonshme dhe pesha që shpirti i tina është me një moral të jashtëzakonshëm ushtarak. Për arsye se deri në atë moment shumë rrallë më kishë ndodhë me dëgju diskutime të qasoj natyre. Ndritën e këna po, herën e po këror pe kufinit këror, orën që ta përgjeshëm ato ushtor, i ludhe raskapitor, pe rrugës. Destinacioni ti kishte qenë direkt në shkojnë në zonën e Llaput. Por ja që ishte që shishte situata, ishte ditë më të vështira për ushtrinë shkrimtarët të Kosovës në atë kohë. Edhe gjeti disa për oficerëve të Shqipërisë, si që thamë Dilaver Gojgjim, apo e qyshin luftë Shpetim Golemi, emrin. Edhe u ndalë atu, në Divjak, vazhdoj punën të na, edhe mori komandën e një togës e njësi speciale. Për në më thëmë njësi speciale, atë natë këna flajtë ato, këna nejtë shoqin eshtë
2 javë ditë këna nejt ato bashkë me tonë. Pas 2 javë këna pas luftimin se me tesht, të në ka ardhurni pej Bislim Zeropit. Kur I kina thonë, më në rrës mojnë mos shko se do më thonë je shumë I lodhën, ai do më thonë neve na thejke ju mos hajde se unë jo maj pregaditën se ju. Ju rreni e unë e përshkajt. I raskapitur për rrugës të ullë pusha. Mos hajde, kësi ove të ndriti me këm gugje, qaq guzimtar, qaq tremi fort, që I tha, unë nuk I mblodh, tha I marrë, tha me luftu për Kosovë, unë mund lasë dhe tu, në tha dhe do të vijë dhanë. Kur është bon lista për të shkuën e djemve, ma të përgatitën, Kavaja mori hëtha, unë do t'jem I pari në grupë. Në orën, më zgabosha në 4, para me ngjesit, ne imi zgju edhe jemi hyp, jemi ngarku në disa gjipa dhe jemi shku në drejtim të fshatra Sembetesht. Kërë në shku në fshat 3, atë I këna nërë kamionet dhe në nisë në kam. Atë në gjithë natën këna udhëtu në kam, shiu kotëra, dhe I ndriti gjatë rrugës, qaq guzimtar, qaq luftëtar I fort, trem që sone kemë muhu ati trimi ku qysh, ne kam su rrugës që qysh me hec, qysh me bon levizje, kamë me mirë veshton, shokve me numra, pe numrit par, 3, 4, 2, te numrin e fund me dita në ketu shtartë, atëre këna hec rrugës, këna shku në Semetesht, në shkuat në Semetesht, në ka dollë Bislim Zeropi, në ka dollë për para, Sali Veseli, edhe në kanë dollë atë për para, jena ullë, në kanë thonë ullë nuk të pushani, në kanë me një dhëmë atë ku kanë shtabe, atëherë e këna njësë me hangër bëk, në këthymë bëk, shë këna pas në përqanta në rezaka, kësi këna hangër bëk, që ashtu të lodhë të raskapitur, të manë të hangër bëk, në ka ardhurni sa ma shpejt më që me shku nga luvë atje naltë, në bjeshk, me luftuse, në mikive që fillaj me sulmon, tërë me kërë në kam, e fillu me shku dhe ndritë atëre, me ka prim me studentin, në shku atje, atë këna bon luftime 2 javë det. Me të mërritur në vendin e ngjarjes, atje ishte një luftë e të mërshme e pa parë në bjeshte fshatrat Suarekes. Ne I dullëm krah, në atë kohë Kavaja ishte komandanti I tokës tonë, ishte snajperist. Edhe unë kisha, në rana grupit tonë ishim 2 snajperista, unë edhe ai. Ai vazhdimisht në udhëheste dhe për asnjë moment mos hiq një dorë të ke ose o liri o vdekje këtu. Ne vazhdojmë për 8 ditë qëndrim në ato fshatra, bjeshte e Suarekes. Atë ditë me shi e me ftëft që ishte, sigur se ne hak merte edhe koha neve. Merte shumë shi edhe ftëft. Humbëm disa djem të brigatës ato, po edhe ashtu atë ditë ishte ditë të mërshme e 31 marsi, I cili ishëm të gjithë zbashku dhe diskutonëm me mëngjes. Çfarë do të bëjmë sot? Çish do t'ja dalim sot? Neve na është ardhur lajme se në prapavit tona në fshatrat e Malisheves disa pika kishin rrahur. Ne ose u duhet të tërhiqemi, ose s'kishim zgjedhje tjetër, patjetër duheshim të tërhiqemi. E drejtë sa ora, komandant Kavaja në asnjë mënyrë nuk pranonte të tërhiqem. Duhet të qëndrojmë të këtena në momentin e fundit. Edhe në ato momentet shumë të hidhra për misin tonë edhe për popullin shqiptar, misi diverzante serbe na kishin rrethu. Atëherë kur na fillu granatime, ndriti na kam soneve, që mu tërhiq, që mu vendos në pozicione dhe konë 3 ditë para Bajramit, atëherë konë një shi, shumë shi fort,
ditë së nolë shevi gjithë ditën, dhe ndriti tha, kur qysh nuk ma na mu të rjek për pozicione. Dhe na ka vendosë në pozicione, dhe ditë e shtune u konë, për ka hnura 10-15 ofenzive fort ka marrë, të këna pos luftime shumë të forta. Para dite, a? Para dite, ka pos. Me këna luftua gjithë ditën, ka hnura 1-15, tëre i ndriti në ka dha urdhën mu tërhjek për pozicionet, në ka dha i ndriti pozicionet mu tërhjek se do në pozicionit dyta, se në forës e marrë dhe shkive, dhe ku i nga këthyna, edhe kur nga dha unë në ndriti tash nacionalin e luftime, edhe këthej në pozicionet para. Ndrita e ka marrë pozicion dhe nga ka orientu në vi të kandit. Dhe i ndriti nga ka pri për para 20 metra para neve, në në kandin e mojt të ndriti t'ju më kanë, atëre këna shku të sulmu. Ata s'mojë nga këna sulmu dhe i ndritin mina hesi e rruke, edhe e plagoj i ndritin mina hesi, atëherë u këthy për neve, për shugë dhe nga të regojnë për para djemë. Edhe i plagosëm dhe me thonë ka folë. Edhe i plagosër shumë qaq guzimtori fort, qaq tremi fort, ashtu i plagosër nuk u nalë, te kër i ro dyta mina hec, njerë u qunë kam, ka hecë edhe një 10 metra, ka hecë, që ashtu i plagosër, të luftu, edhe u këthy pej neve dhe në ka bu me dorë. Hajdi djemë për para, në pozicionet para, edhe atëhere ka rrugë në hedhë si dytë, dhe i ndritë i ra në tokë. Atëhere qaq pej normal e të luftimi forë, dhe kum tentu me një herë, dhe kum shku të i ndritë atë, dhe kum kapi ndritën, ndritë i kun halat gjallë. Atëhere tha, Ramezën tha, vdes, po vdes, tash ju e ndritë nuk ti nuk vdek. Tash je plagu pak, tash edhe do të shërosh. Ramez tha une, tha puna me pak, tha po hiq ma gjëksurën, tha se fryma tha po mnallit. Atëhere kum kapi ndritën, e kum kapi e kum qushtu për pjetë, edhe kum qitë në gjëksin tim, e kum qitë në gjëks, e kum njek gjëksurën, e kum shpërtheku, edhe e kum na. Po tha Ramez tha, une tha po vdes, tha po ko që jesh në është e mirë për shtënë, tha, ka piskot ku janë shuk, tha shuk, që ku i ki këtë shuk di ka pos për rejthe, tha që ku i ki shuk këtë, tha, gjithë qyshë atëherë ku mojtë qështu në stop, ku mojtë i ndritin për të i ndritin atëherë, tha Ramez, tha, që bëhet mirë, tha, ormet e mija, tha, ja vjep shukën e të luftojnë, tha, bëhet mirë, tha, nonës time me shku, tha, me po familjen ka vojta se ku he shku s'ku mujtë mu po me familjen time. Ishte në gjendje shumë kritike për jetë. Dhe s'kishim shka të bëjmë na, ishim malë, midis bjeshkve. Edhe u mundum t'i dhom dim, por ishte e katë. Ai që ndrej edhe një kohë, derisa na e bartëm, i vendit ku pse i plak trana për vdekje. Atëherë e këna morë i ndritin, e këna qunë në fund katon atje poshtë, në semetesht, me një shpi. Atje në konë dhe policia ushtarakën e ka ndollë një bimë për para. Atëherë i ndritin e këna lonë ato, këna prit tëri të bimë pe shtabit për gjeshëm, këna morë i ndritin, e këna qu në ora në ora 8 në bramjes, e këna të ik ato pe semetishtet. Po plagën ka marrë trama në të dy kant edhe në një pjesë e granatës që kishte shkuar nga shpina, i kishte dalë këtu, këtu kishte gjyksuar me krana, karikator të armës. Kur murëm edhe futëm me gjyksuar e largum, këtu kishte pas një plagë jashtë të traun, sa që minzi që falte. Por ishte pa mundur të ndihmohet në atë gjendje. Këtë gjyksorin këtu që këtë në fotografi. Po, të më thonë këtë ja këtë dhuri? Po, me këtë gjamadan ka ardhë, me këtë uniformë.
ka ardhur pi Londrës. Po ja ka qenë koha ditë shumë ftoftë. Isha unë pak ma lehtë piteshe, pi rroba vesh. Edhe më dha je lekun, që sot e ka babaj ti. Ja kum kthy prap. Qysh ka qenë? Me plot municion ka qenë, gjepat. Më dha tha, mbaje këto, tha, këto të ta kesh pi me. 2:15 ora ndriti kanë rrugjet. Varrimi tina është bo ndërrethona jashtëzakonshme, se ishte natë me shi edhe ishëm pak kushtarë. Në atë moment kur e kom varrus ka qenë shoqja ime, që sot jeton, edhe disa shok që nuk i mboj mend vërtet emnat, kanë qenë tretit fshatarë, ato një 3 fshatarë, mu i me thonë se ketë kemi qenë ja 5 vetë. Une e disha venin e vuna me shenj ofër një dardhe, ku e kam varrus, një peme, nuk unë kujtuat si ka qenë një peme, edhe i tha shoqës time, që çdo që tjetë, situata, ti duhet ta mosh men varrin ku po varroset komandant Kavaja. Edhe pikrisht ndodhja ja, une kur u borri varrimi i tina nuk kam qenë të. Kam qenë jashtë vendit, edhe është ftuar shoqja ime nga disa eprorë Shqipërisë, edhe u ka tregu varrin ku është, edhe është transportuar për vendlindje. Po i ndrite është vrarë me 31 mars. Do thotë me të vërtet ishte një lidhje shumë e çuditshme nga ato. Unë kam marrë telefonatën dikun në mëngjes herët të 1 prillit nga Hedina Baze, do të thonë që më ka telefonu me një herë mua, dhe me të vërtet unë kam menduar se me Hedina Baze ndihem aty se është një shaka, ishte 1 prillit. Dhe vetëm pas zonit serios të tij, do të thotë që nga momenti kur kanë hyrë në Kosovë, do më ky grup më është lajmëruar një herë se jem në Kosovë, jem mirë, edhe aq. Edhe kishte kaluar një kohë disa 2-3 muaj det që nuk ishim dëgjuar, dhe mendova thash përmes telefonit të shtapit tash dëshiroj që të njihemi spaku, përkundër që ndërkohë më ishte dërguar disa fotografi nga ky grup. Edhe pas zonit me të vërtet të dridhun të Hedina Bazët dhe fjallës së Hedina Bazët pleurat që duhet të lajmërosh familjen para se të marrin vesh nga televizioni. Dhe pas asaj unë kam telefonuar, jo në mramje, vllaun Dorianin, që spaku të bisedoj me te. Dhe ai ishte në punë, në restoran punonte dhe vetëm ka thënë se duhet të takohemi patjetër. Dhe me siguri, se ai e kanë dijetë. Dhe një zoj dridhën prej Dorianit më është thonë pleurat nësë e mire e keqe tregom tani. Unë nuk kam pas forcë. Se them edhe mandej kam shku në shtëpi. Dhe do thotë vetëm me paraqitjen time dhe dy bashkëpunëtorët mi e dite se çka. Do më ishte me vajzën e tij të vogël në pranë dhe me të vërtetë ishin minuta të tonë që askush nuk ka folë, dhe mandej kemi lajmëruar familjen, do të thotë Doriani. Dhe ishte momenti atëherë kur në të vërtet familja për herë të parë ka marrë vesh një për ramjen, po faktin se ka qenë në Kosovë dhe ka qenë i kuadruar në UÇK. Shkova kot atje ke motra, thash. Ula aty e shifshi diçka, po nuk ma s'dojshe ta thujshe, s'ma thonte zemra. Kur pashim shoqje kishin marrë të edhe kaloj kështu. Një dhëndër joni vuni dorën kështu. Kur aty më tha matrime vraj ndriti. Edhe unë ngajtë në kom. A o që bona, tha matrime, s'ka gjë, thash, desh me marrë me makinë, me mpru këto jo, thash në kom. Nipi me gjithë mesën, dojshin të fuqin krajnë, unë në bona ka që e fort, them, thash, kur kom marrë të në shpi. Atëherë mrapa mase ula, i dhash vetës edhe njëherë forcë, edhe kam qëndru, besoj shumë, po nuk e ditë që njerëzit e din që më kanë pa, po them që shumë. Mrapa pastaj. Po qëndrova shumë ato ditë. Jam shumë i bindur që
shok që kanë qenë prezent me mu, kur është ra vllau se kam qenë aty, e kom përballu ma letë robjen e vllaut, se sa robjen e Endritit. Tu je pas parasysh se i kom dëgju shok, tu i thonë, se unë nuk kom bisedu direkt me Endritin për këtë punë, po i kam dëgju shok që kur është ardhur prej Anglisë, edhe është ardhur drejt për drejt Kosovë, kjo t'jep me kuptu që ai djalë e ka pas një moral t'jashtëzakonshëm edhe e ka një obligim shpirtëror me ardhur me ndihmu shokëve për lirinë e Kosovës dhe trojeve shqiptare. Edhe kjo ka qenë një diçka që neve na ka shty për muni shumë më keq, edhe për me përjetu shumë më në rromjen e Endritit edhe shokëve që janë konë jashtë terrenit të Kosovës, jashtë territorit të Kosovës. Lajmin për vrasjen e komandant Kavajës, Endrit Carës, e kemë marrë me një ditë vonesë dhe natyrisht për mua si antari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë një humbje, një dhimbje dyfisht. Një pse kishëm humbur një ushtar të devatshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. 2 pse Endriti ishte nga Kovaja dhe kishte ardhur nga Britania e Madhe për të luftuar në Kosovë. Do thotë kjo neve na bënte dhimbjen edhe shumë më të madhe se në rënien e një ushtari të zakonshëm. Edhe për faktin se ai kishte një uri ushtarake. Dhe me humbjen e tij vërtet ushtria shqiptare e Kosovës kishte humbur shumë. Ushtarët që ishin shoqëruar me te kishin humbur një shok të madh dhe një luftëtar të guximshëm. Dhe natyrisht në këto momente çdo kush nga neve ndjente një dhimbje po them specifike. Për ashtu rastin e Endritit, i cili është shpallur me dekret të presidentit dhe të presidiumit të Kuvendit Popullor si një dëshmor i kombit, janë në shqyrtim edhe disa persona të tjerë cilët vërtet e meritojnë sepse kanë ra tamam në krye të detyrës. Dikush ka ra duke ka përcy malet e veriut, apo duke i prirë djemve tonë cilët nuk e njefshin rrugën në atë periudhë, po të tjerë kanë ra edhe në front të sipër. Dhe vetë rasti i dëshmorit Endrit Caraj i jep me të kuptu që lufta në Kosovë dhe lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është kuptuar drejt edhe nga populli shqiptar i Shqipërisë, që është një luftë gjithkombëtare, dhe vetë rasti i dëshmorit Endrit Cara jep me kuptu dhe puna e tij si u angazhu në luftën dhe ra dëshmor në Kosovë, këtë jep me kuptu që populli shqiptar ka qenë një vend dhe ka qenë që ta bëj luftën përbashkë dhe ta hjek një herë për gjithmonë armikun shekullor që e patëm Serbinë. Për mu ka ma mirën e me vdek si Endriti. Se o ka një luftetar, një trem që s'ka pos me ta shët gjallë, për veti ma mirë më ka unë me vdek se aj. Se ajo ka njëri shkollu, njëri aft, që ka bol gjithë shkafit, ka lënë familjen, arë për Kosovë, ka vonë jetën. Atë për mu është për mu një vdekje. Kur ta mendoj Endritin unë, që shenë gjatë luftimit, për mu një vdekje. Nuk di ma shtirë, nuk di që me tonë veç, për mu një vdekje. Ej, bubullim këshkëmbi Kavajës. Jo, a i vin të qandej që të presë bubullimat e Kosovës. Sungop toka me djel, kur nuk u këna zogu me qjel. Vjen nga Londra mjegut, vjen e borën shkrin, thonë është is, thonë është buletin. Ma kanë bjellur shekuj, 3000 vjet lirin,
gjatë jeta vëllëzër, djemtë e dardanis, jam ushtar kavarja, balli trimëris, vlaja Demja Sharit, nipi Skënderbeu, neve do t'ja qepim vet hartën atë dheutë. Pyeta fushën detin dhe shkëmbin e vajes, ku është lapidari Indrit Carës. Fusha m'tha të ngjitem majes e pashtrikut, tjetri m'than buzat riatikut. Gjithmon njësoj dhemb, çdo gisht i dorës, njësoj vlejt flatrat shqiponjes. Një lule Kosove në ball trimërie, një flamur i kuq Shqipërie. Jun gjatë jeta vëllëzër, djemtë e dardanis, jam ushtar kavarja, balli trimëris, vlaja Demja Sharit, nipi Skënderbeu, neve do t'ja qepim vet hartën atë dheutë. Gjatë jeta vëllëzër, djemtë e dardanis, jam ushtar kavarja, balli trimëris, vlaja Demja Sharit, nipi Skënderbeu, neve do t'ja qepim vet hartën atë dheutë. Neve do t'ja qepim vet hartën atë dheutë.